Jam i vetëdijshëm për ecurinë e skuadrës, kam marrë me shumë përgjegjësi skuadrën, sepse skuadra gjithandej ka shumë tifozë dhe unë jam i motivuar jashtëzakonisht shumë të udhëheq këtë skuadër dhe të rikthej drejt fitoreve, sepse mendoj që i meriton kjo skuadër. Atëherë, po janë pak ditë realisht, pa kërkuar justifikime, jemi munduar që të analizojmë skuadrën kundërshtare, skuadrën e Ballshit. Është një skuadër e cila lufton shumë, por gjithashtu edhe ka një del shumë shpejt në tranzicion apo në kundërshtim. Jemi munduar që të përcjellim sa më shumë informacione tek grupi, skuadra. Gjithashtu jemi munduar që t'japim edhe një plan për të shkuar drejt portës së kundërshtarit që të fitojmë takimin. E njoh shumë mirë skuadrën, sepse kam përcjellur kampionatin shqiptar shumë, kam analizuar skuadrën, kam analizuar edhe cilësinë e grupit, jo rastisht kam marrë skuadrën, do të thonë kam besuar fort tek çunat. Mendoj që klasifikimi nuk përcakton cilësinë që kanë ata dhe besoj fuqishëm që me grupin gjëja e parë që më intereson tek grupi të kthejmë besimin dhe të kthejmë shpirtin e fitorëve tek kjo skuadër. Këto 3 ditë jemi munduar që të punojmë në aspektin psikologjik më tepër, që t'i kthejmë ata të besoj fuqishëm që ata nesër do të bëjnë një paraqitje shumë të mirë, duke me shumë përkushtim dhe ta fitojmë takimin që ngadalë të nisim drejt qëllimit apo objektivit tonë. Skuadrën sipas statistikave apo GPS-ave pash që është skuadra e përgatitur mirë. Kjo më bën të besoj edhe më shumë që ata janë të gatshëm në aspektin fizik të luftojnë. Kështu që thjesht do të mundohem që të fus filozofinë time me grupin që kemi, apo duke munduar që secilit futbollist t'i marrim atë mirën, t'i shërbes skuadrës, që skuadrën dal ngadalë ta kthejmë atje ku dojnë ta shohin tifozët tanë dhe unë kam besim të plotë që do të arrijmë. Nga ndeshja e nesërme do të analizoj çdo grup, pa diskutim që aty ku kam menduar se ka çaluar skuadra, jam munduar që këto 2-3 ditë të përmirësojmë gjërat. Nuk e kam shkopin magjik që të përmirësoj për 2-3 ditë, por besoj që në vazhdimsi, me shumë profesionalizëm, shumë disiplinë dhe shumë pasion do ta bëj këtë punë për ta çuar skuadrën atje ku mendoj që meriton. Në këtë moment ata i duan shumë skuadrës, ata i duan shumë futbollistëve, e jena na mbështetni sepse besoj që kjo skuadër do t'i bëj krenar siç ata e meritojnë.